Është krizë e cila është paralajmëruar në fakt prej kuvendit kaluar, ku mbështetja për kryetarin Abdigjiku ishte më e ulët se rëndon në rizgjedhje të kryetarëve, dhe një krizë e cila u manifestu me zërin e Hykmet e Bajramit dhe Abdullah Hotit paka shumë në atë kuvend. Dhe si që duket, ajo krizë më tutje sot pas zgjedhjeve u rrit në një mbështetje dhe nga degë kyqe si Lipjani dhe Peja, tash edhe Deçani një degë e Prishtinës e tjere tjere. Si do qoftë, unë e vlerësoj një në LDK këtë element e shoh pozitiv, nuk e shoh si dopsi, e shoh si përparësi të Lidhjes Demokratike të Kosovës, sepse e rrudhi pak fytyrën në Maboja. Po është i vetmi subjekt i cili arrin Ramoj, po ti shoh gjest prandaj. I vetmi subjekt i cili arrin që përkundër këtyre farë betejave për pushtet të mbaj koezionin si subjekt politik, pra mos të harrojmë LDK ka pas gara të forta zgjedhore për kryetar dhe ka arrit ta maj të jetë reziliente ndaj atyre. Reziliente i bjen për ne që s'kuptoj me zdi? E mbjetushme, do thot, ka arrit i mbjetoj dhe më dhënë atyre krizave, pa ndonjë pasoj të madhe. Jo, pasoj të madhe ka pas në rastin e Nexhadacit, nëse ju kujtohet kuvendi i Karibave. Prija ati kuvendi ka pas edhe disa procese në cilat kryetarët janë sfidu, dhe ka pas gara reale, nuk kanë qenë vetëm formale, se të disa subjekte bëhet formalisht dhe një kundër kandidat, po kanë qenë gara për një vetë forta dhe me gjithatë i kanë bjetu në formë demokratike e në pranu rezultat. Tash, a do tjetë këj rasti apo jo, do të betet ta shohim, por se që është Lumir Abdigjiku në një krizë, në një ballafaqim me strukturat, me njerëz të tekstil do tjetë nëse i dalim 33 deg, edhe i japim për kraje sot. Tash po du me u këthy të kjo pjesa tjetër. Unë mendoj që ekziston një grup i njerëzve i pakënaqur me udhëheqjen e LDK-s, dhe ai grup është shumë më i fortë në oponencë. Në kundërshti. Në kundërshti, do të thotë kur e kundërshton zotin Abdigjiku, ka argumente më shumë, ka peshë më të madhe. Por disi minimizohet kur vjen si opcion, sepse nuk mund është ti vetëm me refuzu udhëheqjen e LDK-s dhe me pretendu që sukses që merzova kryetarin, pa e pas një opcion real i cili të jetë të shpresë që kemi të një shka ma mirë. Mirë, hajde s'po bëj kalumiri, hajde kush bën e ata s'po e kanë që ta. Pikrisht, unë menoj që dopsia e grupit mund të qëndroj të heterogeniteti dhe mungesa e një farë. Pra, ai grup nuk tregon që ka koherencë mjaftueshme e as opcion të mjaftueshëm për të bërë zaventësues i Lumirit. Dhe unë